ka qenë një raport dhe i organizata ndërkombëtare ku në një mënyrë e kanë demantu krejt këtë situatë. Unë konsideroj duhet një angazhim i shtumë i policisë Kosovës. Qysh është zgjidhjen e një situate ku komuniteti, OJQ që punojnë atje, po kritikojnë policinë dhe po pretendojnë që kanë prova që ka ngacmime seksuale, në anën tjetër, autoritetet po e thojnë të kundërtën dhe po pretendojnë që janë të hapura për mi denoncu gjitha situatat. Në anën tjetër, misionet ndërkombëtare janë bukur të heshtura në këtë temë. Disa ditë më herët ka qenë një raport dhe i organizata ndërkombëtare ku në një mënyrë e kanë demantu krejt këtë situatë. Unë nuk apostrofoj mundësin të ketë rastet kësaj natyre. Prandaj edhe kam pas komunikim me autoritetet. Mundet me pas edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Absolutisht po. Nuk janë imun as zyrtarët policorë dhe as zyrtarët tjerë nga lëshimet e tilla që mund të Kemi problem më të madh në Universitetin e Prishtinës. Po, ju e dini jo vetëm në universitet, po në kam pas një hulumtim, në fakt studentët kanë bërë një hulumtim që më kanë prezantuar në të gjitha universitetet publike dhe është evidentuar si problem serioz çështja e ngacmimeve seksuale. Por që unë konsideroj duhet një angazhim i shtumë i policisë Kosovës, inspektoriatit policisë Kosovës, me komuniku dhe me e rrit transparencën, me e rrit edhe efikasitetin e hetimeve në këto raste, për me dalë me raporte të finalizuara, të hetuara mirë, dhe asnjë rast mos me leju me anashkalu nëse ka elemente të dyshimta, ose ka bazë me dyshu se ka veprime të tilla. Unë mendoj është përgjegjësia vetë policisë së Kosovës që me veprimet e veta dhe me masat që ndërmerr me i siguru qytetarët e Kosovës, të gjitha komuniteteve, që ne kemi të bëjmë me një polici që respekton rregullat dhe respekton kodin e sjelljes që e kanë të aprovuar.